Dashuria dhe frika nga Allahu. Si na bën njerëz më të mirë? A ke qenë ndonjëherë në një situatë ku duhej të zgjedhje mes të drejtës dhe të gabuarës? Të gënjesh apo të thuash të vërtetën, të ndihmosh dikë apo ta injorosh? Të lësh namazin apo ta falësh? Çfarë do të donte Allahu që unë të bëja? Ka diçka që na ndihmon të bëjmë gjithmonë zgjedhjen e duhur: dashuria dhe frika nga Allahu. Dashuria për Allahun na bën të duam të bëjmë gjëra të mira, sepse e dim që ai na do dhe dëshiron më të mirë për ne. Kur e duam dikë, duam ta kënaqim atë apo jo? Kur e duam Allahun, bëjmë atë që ai na ka mësuar. Falim namazin, ndihmojmë të tjerët, themi të vërtetën. Po frika nga Allahu. Frika nga Allahu nuk është si frika nga errësira apo nga ndonjë ndëshkim. Është një frikë që na ndihmon të largohemi nga e keqja, sepse e dim që Allahu sheh çdo gjë dhe ai nuk i do gjërat e këqija. Allahu thot në Kur'an: vërtet, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, do të kenë paqe dhe siguri, sepse ata janë në rrugën e drejtë. Kur kemi dashuri dhe frikë për Allahun, ne jemi gjithmonë të sigurt. Ne jemi më të fortë, më të mirë dhe më të lumtur, sepse e dim që Allahu është gjithmonë me ne dhe na udhëzon drejt rrugës më të mirë. A ke menduar ndonjëherë se dashuria dhe frika për Allahun mund të të ndihmoj ty? Provoje. Do të ndihesh më i qetë, më i fortë dhe më i dashur nga Allahu. Le të duam Allahun dhe ta kemi frikë atë, që të jemi gjithmonë në rrugën e drejtë.